SPAK ka kërkuar zyrtarisht pranë gjykatës së posaçme pushimin e procedimit penal ndaj gjyqtares Irena Gjoka për akuzën e falsifikimit të vulave, stampave ose formularëve. Procedimi penal ishte regjistruar në vitin 2025 pas një kallëzimi të bërë nga Adriana Kalaja në cilësinë e kryetares së Komisionit të Apelimit dhe Vlerësimit të Statutit në Partinë Demokratike. Kallëzimi përfshinte pretendime për falsifikim të formularit të dekriminalizimit, pasi nuk kishte treguar për dënimin e marrë nga drejtësia greke. SPAK ka administruar një sër provash dhe dokumentesh nga institucionet shqiptare dhe autoritetet e drejtësisë në Greqi. Nga këto verifikime rezulton se ndaj Irena Gjokës ekziston një vendim i vitit 2005 nga një gjykatë në Janin ku ajo shpallur fajtore për përdorim dokumentesh të parregullta dhe shkelje të rregullave të hyrjes në territorin grek. Në vijim nga dokumentacioni i siguruar rezulton se ndaj saj është zhvilluar edhe një proces penal në Greqi, konkretisht me vendimin numër 1447/2005 të gjykatës penale të shkallës së parë në Janin, ku ajo është shpallur fajtore dhe është dënuar për përdorim dokumentesh të parregullta. Megjithatë, ky gjykim është zhvilluar në mungesë të saj, ndërsa njoftimi është realizuar sipas procedurave për persona me vendbanim të panjohur. Në këtë kuadër nuk rezulton të ketë dokumentacion që provon se ajo është njoftuar realisht dhe në mënyrë efektive as për zhvillimin e gjykimit dhe as për shpalljen e vendimit, thuhet në njoftimin e SPAK. Megjithatë, sipas SPAK-ut, ky proces gjyqësor është zhvilluar në mungesë të saj dhe nuk ka prova që ajo të jetë njoftuar në mënyrë efektive për gjykimin apo vendimin. Po ashtu nga verifikimet rezulton se në dëshmitë e penalitetit të lëshuara nga autoritetet greke nuk figuron asnjë dënim penal ndaj saj. Edhe në vetë deklarimet e saj Gjoka ka deklaruar se nuk është dënuar me vendim të formës së prerë. Në përfundim të hetimeve SPAK vlerëson se nuk ekzistojnë kushtet ligjore për vijimin e ndjekjes penale dhe nuk provohet që gjyqtarja të ketë kryer veprën penale për të cilën është kallëzuar. Për këtë arsye institucioni ka kërkuar pushimin e çështjes. Duke marrë në konsiderat mungesën e njoftimit të rregullt, zhvillimin e gjykimit në mungesë si edhe kalimin e afateve ligjore të ndjekjes penale, konstatohet se nuk ekzistojnë kushtet ligjore për vijimin e mëtejshëm të ndjekjes penale për këtë çështje, dhe se nuk provohet që magjistratja Irena Gjoka të ketë kryer veprën penale. Në këto kushte prokuroria e posaçme ka kërkuar pushimin e çështjes mbështetur në nenet përkatëse të kodit të procedurës penale me pikat respektive të tyre.